Por erën e parë në Vlorë, u organizuan në çeljen zyrtare të sezonit veror Miss Summer World, një kompeticion ku kanë sfiluar 40 bukuroshe nga vende të ndryshme të botës. Nuk kanë munguar as performansat e këngëtarëve të minjor si Eneda Tarifa, por edhe të talenteve të muzikës si Kate Hitaj. A lot of plates in Memphis. Fituese është pallur bukuroshja nga Turqia, teksa çmimi i publikut ka shkuar për Miss Shqipërinë. Çmimet janë dorëzuar tek bukuroshet nga Albana Çakshiri, organizatore e eventit, por edhe nga kryetari i Bashkisë së Vlorës, Ermal Dredha. Dua të falenderoj shumë Albanën për një punë të shkëlqyer që ka bërë. Ky është edicioni i dytë në fakt që organizohet në Vlorë. Shpresojmë të bëhet aktiviteti i përvitshëm, sepse realisht na mbledh gjithëve bashkë dhe mbledhim edhe gjitha bukuritë, jo vetëm brenda territorit ton, por edhe gjithë vendeve mik që kemi ne, dhe shpresojmë që bukuria të shtohet më shumë me prezencën e këtyre vajzave që e bëjnë një natë super magjike. For 2025 goes to absolutely in 1, 2, 3 Turkey! Turkey! Miss Turkey is the Miss Summer. Smile you gave, a wave of beauty, fierce and brave. The crown is rising, hearts unfurled. Tonight you Ne kemi fituesen e re të Miss Summer World, Miss Turqia! Disa prej bukurosheve nga vendet të ndryshme të botës, pas përfundimit të sfilatave, tregojnë emocionet të cilat i kanë ndier në Vlorë. Sipas tyre, publiku ka qenë i mrekullueshëm, teksa i ka pritur për gjatë të gjithë eventit. I feel absolutely amazing. Unë ndjem absolutisht shkëlqyer. Është një event i mrekullueshëm e Shqipëria është shumë e majqishme. Është viti im i dytë që marr pjesë në këtë kompeticion dhe vitin e kaluar fitova shoqëruese e parë misit. Tani unë vi këtu si asistente. Këtu më pëlqen më shumë natyra, sepse është shumë e bukur, por gjithashtu edhe njerëzit këtu, të cilët janë shumë mirëqësor. Here because all people is very friendly. I feel good. Unë ndjeva shumë mirë. Njerëz shumë të mrekullueshëm, më emocionuan. First time in Albania. Unë vi nga Franca, është era e parë që marr pjesë në këtë event. Shumë aktivitet i bukur, atmosferë shumë e mirë. Deti është shumë i mirë dhe njerëzit e mrekullueshëm. Kemi shndruar 3 ditë këtu. Faleminderit. Yeah, pretty. Thank you. I'm French. It's amazing. Unë jam nga Franca, është e mrekullueshme atmosfera. Unë e dua këtë këngëtare. Është shumë e mirë. Është qytet shumë i bukur. Më pëlqen gjithçka këtu. Njerëzit, deti, natyra, çdo gjë. Nuk e di po jam këtu, por jam shumë e lumtur që jam këtu. I'm happy to be here. Përpara finales, bukuroshet kanë qëndruar disa ditë në qytetin e Vlorës, ku kanë marrë pjesë në një sër aktivitetesh të ndryshme, por kanë vizituar edhe vendet historike, kulturore, biznese të qytetit, si dhe ato vende të cilat përbëjnë sot atraksionin turistik të Vlorës.